Sot kanë filluar punimet për rindërtimin e kishës së Shënmërisë në Golem me kontribut financiar të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Kisha e Shënmërisë, sipas të dhënave historike, është ndërtuar në vitin 1800 dhe ka funksionuar deri në vitin 1967, kur u shemb nga themelet nga sistemi komunist dhe vendi i saj u kthye në kazermë ushtrie. Kjo është kënaqësia jonë që ne risjellim përsëri këtë kishë me përmasa pak më të mëdha, por që është në memorin e qytetit dhe gjithë besimtarëve të zonës dhe pikërisht që të mblidhemi të lavdërojmë Perëndin tonë, gjithë së bashku. Falenderojmë zonjën kryetare që ka bërë të mundur dhënien e leve bashkë me stafin e vet dhe i gëzojmë kësaj dite që të vazhdojmë ta kryejmë dhe ta përfundojmë këtë vepër. Kryetaria Sefa është shprehur se institucioni që ajo drejton i kushton një vëmendje të veçantë ndërtimit dhe rindërtimit të objekteve të kultit në Lushnjë. Ishte shumë kënaqësi që mora pjesë në këtë ceremoni për vendosjen e gurit të parë të themelit të kishës së Shënmërisë, një kishë e cila prej shumë vite i kërkohej nga komuniteti lushnjar, duke qenë se e kishin dhe si një vend shumë të shenjtë. Dhe shpresoj që punimet do të shkojnë mbar. Ishte shumë kënaqësi që institucioni i bashkisë kontriboi me gjithë dokumentacionet e nevojshme dhe deri në pajisjen me leje ndërtimi dhe patjetër që do të jetë institucioni që do të vazhdojë të mbështesi jo vetëm këtë komunitet, por gjithë komunitetet e tjera që janë në Lushnjë. Ta gëzojnë komuniteti ortodoks dhe kishën e Shënmërisë.